E të dashur miq, tani do të flasim sa i përket asaj se dje kemi pas një ndeshje që realisht kemi pritur një rezultat pozitiv, një rezultat fitues e që ndoshta mund të themi se shumë nga ne janë dëshpëruar, mirë po ajo çfarë ka rëndësi është se kombëtarja jonë dha maksimumin, dha emocione të papërjetuara ndoshta më parë, por të gjitha këto unë kam kënaqësinë që bashkë me Zgjimin të diskutojmë edhe sot në këta minuta në Bonbon. Zgjim, faleminderit shumë për kohën që ndave për qenë pjesë e magazinës. Faleminderit për ftesën që ndresa, është kënaqësi, ndoshta më kënaqësi do të ishte po të fitonim me të flisnim për fitoren e Kosovës. Duhet ta kemi të qartë që për këtë kohë kaq gjatë, për këtë ecuri kaq gjatë, zinxhir kampanje kualifikuese, Kosova ka bërë jashtëzakonisht mirë. Ajo historia është arritur me të arritur në finalin e play-offit, nuk ka vend për zhgënjim, djelmosha tanë do të provojnë që të kualifikohen në kampionatin evropian pas 2 vjetësh, kështu që nuk ka vend për zhgënjim. Kemi bërë një kampanjë të hatashme. Çfarë ndodhi? Çfarë mendon se ndodhi, Zgjim? Kemi prit shumë nga kjo ndeshje mbrëm. Është vërtet, realisht kombëtarja e Kosovës ishte përgatitur shumë mirë në pikat ku pat mangësi adet ndaj Slovakisë. Domethënë në ndeshjen gjysmëfinale ishin disa pika ku lojtarët nuk funksionojnë si duhet. Andaj Franco Foda e zhvendosi vëmendjen tek ato pika duke lënë pak pika tjera anash. Për mos të më pas se një popull i tërë ishim çuar në këmbë duke shpresuar në ta. Edhe normalisht pesha e presionit rambi lojtarët tanë dhe humbja ishte më shumë psikologjike se sa taktika apo sa i përket trajnerit. Por u vlerësua shumë loja që bën djelmoshat. Padyshim pjesa parë ishim duk shumë të mirë. Shumë të mirë. Në pjesën e dytë morëm përmes epizodave një gol i cili na shkatërroi në aspektin emocional. Për 5 minuta pas asaj gole, ne vajtëm shumë prapë me disa sulme të parreshtura të Turqisë. Ja dolëm të marrim këmbët dhe të sulmojmë, patëm disa raste të mira, por kësaj radhe fati nuk na priu. Por edhe ishin të mërzitur lojtarët. Unë pash disa intervista që edhe dhanë mbrëm, për shembull Muriqi nuk kishte në gjendje që të fliste sepse e konsiderojnë si një dështim ndoshta të kombëtarës, mirë po kjo nuk duhet cilësohet e tillë. Ata e dinë se kush e ka përcjellur futbollin me vëmendje dhe e ka parë gjithë këtë energji, gjithë këtë zinxhir kualifikues, e dinë se sa krenar jemi me ta. Nuk duhet asë se të ndihen të zhgënjur, sepse në këtë rrethon, siç ka ndodhur, kemi mposhtur Suedin, Slovakinë e Sloveninë jashtë, kemi barazuar me Zvicrën. E gjitha është pjesë e kësaj kampanje, nuk duhen të ndihen të zhgënjur, mirë po të emocionuar dhe të zhgënjur për lojën e djeshme, padyshim që janë sepse e kemi qartë, e kemi pritur me ëndje këtë fitore dhe këtë kualifikim në kampionatin i cili është më madhori në futboll kampionatin botror. Gjema, mendon se kjo buje madhe që u bë, të gjithë kemi pas dëshirë që të ishim fitues dja, ajo s'do diskutim, mirë po a mendon se është bërë ndoshta kjo buja e madhe ka ndikuar edhe në lojën që bën lojtarët një farë lloj presioni, nëse mund ta quajmë të tillë, presion që patjetër duhet që të fitojmë. Ishte barë rënd për lojtarët tanë. Individualisht për disa prej tyre ishte më specifike. Marr këtu Muslin dhe Vojvodën të cilët ishin të hatashëm gjatë gjithë kampanjës, mirë po qartë se në disa momente tentonin ta largonin topin para se ta mbanin atë. Pra, kjo është pjesë e presionit psikologjik që i shkaktohet nga një përfajja pra ndjenjë edhe lojtarët këtë. Pa diskutim, sepse ata luajnë në fushë. Për më tepër që edhe tifozët ndoshta ndjen një lloj zhgënjimi her pas here, duke i parë gabimet e një pas njëshme të mbrojtës sonë dhe lëshimin e topit pa nevojshëm ndonjëherë ndaj kundërshtarit. Gjithsesi ne duhet ta kemi me dije se kemi pasur një kundërshtar i cili është jashtëzakonisht i fuqishëm. Pra po flasim për një Turqi e cila jo vetëm se ka prodhuar emra shumë të mëdhej, po dhe një popull që e don shumë futbollin dhe i përkrahin jashtëzakonisht shumë. Edhe ata e kishin impresionin, nuk po dukshëm se edhe Turqia vuante shumë të delte në sulme ndaj Kosovës, sepse edhe përgatitja e lojës ishte më defanzive, gjë që të cilën Kosova nuk e kishte bërë më parë, por e bëri kësaj radhe për fat keq nuk ja dalëm të kualifikoheshëm. Por në pjesën e dytë disi ra ritmi i kombëtarës tonë. Ndoshta ndikoi edhe goli që e the edhe pak më parë. Është vërtet, psuam një gol në 15 minutën e parë të pjesës së dytë, e psuam në mënyrën më të keqe të mundshme thuhet në futboll, sepse ishte një tollovi e krijuar në zonë, ndoshta dyshonin për një offside, tani besoj është të shpoq regjia,
krejt çka ka mujt me konë gjatë asaj ndeshje, po e shoh edhe Fisnik Aslanin teksa bën një goditje, ajo ndoshta pas raste të mira po, atje. ajo ishte mrekullia e vërtet që bëri portieri i Turqisë. Të pritit ajo goditje me aq specialitet sa bëri Aslani. Mirë po, disa kritika duhet adresuar ndaj Aslanit. Është lojtari i cili po kërkohet nga Barcelona dhe Bayerni, të lëshosh veten fizikisht në pjesën e dytë në atë nivel, ndoshta ka vend për kritik për Fisnik Aslanin, duke e ditur se ky lojtar na ka mbajtur gjallë shpresat duke shënuar gola ndaj Slovenisë, Slovakisë e Suedisë. Pra, çdo kënd tjetër është pjesëmarrës, mirë po pjesa e dytë lë shumë për të dëshuar, sidomos nga Fisnik Aslani, Florent Muslija që ishin këç. Cilat janë kritikat e tjera zgjem për shembull që mund t'i përmendim? Pa diskutim, ndoshta ajo egoizmi që ndonjëherë tregoj lojtarët në fushë, ajo si them kërkesa për vëmendje, atë delirin e madhështisë e kanë shumë prej lojtarëve tanë. Nuk është vetëm një. Pra, kemi Vojvodin i cili luan pak me show, me disa zhonglime në fushë. Kemi Muslijen që bën disa depërtime që ndonjëherë janë të rrezikshme, sidomos kur ndeshja është kaq decisive sa ishte kjo ndaj Turqisë. Besoj ne nuk mund të themi se kemi lojtarë që janë të dobët në kombëtarën e Kosovës, por kemi lojtarë të jashtëzakonshëm që aspirojnë të mbrinë majat e futbollit me ekipet e tyre e shumë shpejt të kthehemi prapë me ndeshjet e UEFA Nations League dhe të kualifikimeve për kampionatin evropian. Pra, ne nuk do të marrim si shgënjim. E pam Italia dje gjithashtu është diskualifikuar, është treta herë radhazi që nuk merr pjesë në kampionatin botëror. Ne e dimë se çfarë gjigantesh në futboll janë italianët, por prapë ata besojnë dhe nisin prej fillimit çdo herë. Edhe ne duhet të nisim, kemi vetëm 10 vjet si shtet që marrim pjesë në eventet e tilla sportive, pra ishte hatashme të mbrinim deri këtu, doni me gjithë shpirt ta mbrinim edhe Amerikën, por kësaj radhe nuk ja dalëm, nuk duhet të zhgënjemi me asnjë. Edhe ishte kjo një ëndër drejt Amerikës. Zgjim e përmende vëmendjen tek lojtarët tanë, një gjë që nuk ishte e dukshme tek turqit në këtë rast. Disi ishin më bashkëpunues, ndoshta unë nuk është se marr shumë vesh nga futbolli, mirë po këtë ndeshje e kam parë me vëmendje. Ta analizosh mirë Turqinë e sheh se lojtarët individual vlen shumë miljon. Edhe vëmendjen ata e kanë edhe në klubet. Po flasim për Arda Güler, i cili është pjesë ndoshta thelbësore e Realit të Madridit, një superfuqi evropiane, Çalhanoğlu i Interit, Akturoglu i Fenerbahçes, kemi një mbrojtësi në krahut të majt i cili është pjesë e Brightonit të Anglisë. Ata e kanë hequr atë pjesën e vëmendjes sepse luajnë në klubet ku çdo herë sytë e tifozëve botëror janë në ta. Pra, nuk e kanë ata këtë presion. Edhe prandaj luanin më lehshëm, gjithsesi kanë hasur shumë vështirësi, sidomos në anën e majt. Arda Güler është Dion Gallapeni, lojtar përdhetshë, duke e markuar në mënyrë të jashtëzakonshme secilën lëvizje që e bënte Gallapeni e kishte ndoshta për notën 10. Pra edhe pasimet, edhe mendimet, pra prej disa zgjidhjeve që sa i kishte në mendje e bënte më të mirën çdo herë. Ndoshta ai dhe Krishnik Hajrizi, qendra e mbrojtjes, ishin dy nga lojtarët që spikatën në këtë ndeshje, por kanë spikatur sa herë kanë luajtur gjatë kësaj kampanje kualifikuese. Tani atmosfera dje ka qenë e mirë, atë sa e kam parë unë nga shtëpia, nuk është se kam qenë pjesë e stadiumit dje. Mirë po, pa shumë komente zgjim se nuk ka qenë edhe aq sa duhet ajo brohoritja, ndoshta mbështetja që ish dash që tifozët ta tregonin për kombëtarët. Është shumë e vërtetë që thu qëndres sepse e kemi të qartë. E pam çfarë kaosi total u krijua me biletat para ndeshjes. Pra, ndoshta ato shumica prej tyre, shumica prej tifozëve që e pa ndeshjen janë dikush që nuk ka shkuar ndoshta fare heq në stadion. Po pra. Edhe kur kemi të bëjmë me njerëz debutant si tifoz të kombëtarës, normalisht që nuk pritet entuziazëm jashtëzakonisht i madh. Kjo i ka bërë shumë dëm patjetër kombëtarës Kosovës, sepse jemi mësuar tani të kemi të fokusuar për të bërtitur tërkuhen, ndoshta më pak të fokusuar tek loja se të kthyer për të është një mbështetje që patjetër është e nevojshme. Ishte shumë e nevojshme, nuk e kishim maksimale. Lajmet që qarkullojnë janë komplet të sakta, mirë po kjo duhet jetë mësim ndoshta edhe për federatën që këtë kaosin e shkaktuar ta përkthejnë në diçka që do të jetë zgjidhje dhe njerëzit mund të hyjnë për shembull me emrin e tyre dhe me mbiemrin ose me një biletë të personalizuar dhe jo të bëhet një kaos i tillë. Si e vlerëson këtë kaos me bileta? Pa diskutim, ishte e tërshme se çka pam. Të blesh një biletë e cila ka vlerë 10 ose 20 euro, e ta shesësh atë për 20 deri në 50 fish më shumë, kjo është biznes. Më nuk ka të bëjë me futbollin. Andaj
kjo duhet të ndalet, sepse e shomi, për mrena një ore shiten të gjitha biletat, dhe janë ata skameret e biletave që i blejnë 5 ose 10 copë, edhe pastaj dalin e shesin me çmime shumë të fryera. Për tifozin normal, për tifozin e flakt, ndonjëherë është edhe pa përballueshme për ta blerë. Kështu që kjo më shumë i shkon në dëm vetë federatës, andaj ata duhet të mendojnë dhe ta bëjnë zgjidhjen për këtë çështje. Sepse realisht tifozët e zjarrt kanë munguar mbrëm, besoj. Ndoshta urojmë të mos kenë qenë shkak biletat. Ajo duhet jetë arsyeja, sepse loja e Kosovës ishte e mirë, s'kishte si mos ta kishte për krajën e Dardanëve. Ne nuk ishim duke humbur 4-0. Jo. Ne ishim duke luajtur 0-0 deri në minutën e 60, apo kur u shënua goli. Pra, po themi, ne bëjmë lojë edhe më të mirë deri kur e pranuam golin. Edhe nuk kishte atmosfera e njëjtë siç dim ta shohim në Fadil Vukri. Pra, Fadil Vukri pritej jashtëzakonisht i zjarrit. Ne më shumë ishim tifoz të heshtur sikur duke shikuar para televizionit, Fiks, po. Duke qenë nuk ishim biblioteka aty. Duhej për kraje më. Që konsideroj atmosfera në shtëpia ka qenë më e zjarrt. Normalisht, nuk duhet të jemi të tillë. Ne duhet të jemi më të zhurmshëm. Ne kishim finale, ne kishim kupën e botës fare pranë. Po ta hapnin terën e Fadil Vukrit pas asaj fitore, ne do të ishim në Amerikë. Pra, ishim aq afër, mos ta ndjenim atë emocion. Ne e dim që çdo aksion na mbante me emocion, por prap ata që ishin në stadium duhet ta nxjerrin zërin përkundër emocioneve e të bërtisnin fort Kosova, sepse e meritonin djalmosha tonë, bën një kampanjë e cila është jashtëzakonisht historike, edhe emocionuese, edhe në këtë moment emocionuem se kam qenë çdo ndeshje të Kosovës, edhe nuk kemi arritur t'ja dalim, sepse luftuam fort gjatë gjithë kohës edhe nuk ja dalim dot. Por uroj se do të kemi mundësi më të mira, apo jo Zgjem? Shpresojmë shumë, kemi lojtarë shumë të rinë në këtë Kosovë, të cilët kanë një karrierë të bujshme përpara. Emri i Kosovës do të shkojë duke u forcuar. Kemi një trajner jashtëzakonisht përgatitur dhe është jashtëzakonisht strateg sa i përket kësaj loje. Jemi me fat që e kemi. Ai bëri që edhe ndeshja ndaj Turqisë të dukej e thjeshtë ndonjë se hëm. Çka më kalon përshtypje ka qenë fakti se shumë njerëz edhe para lojës me Turqinë janë lutur shumë. Unë nuk kam parë ndoshta ndonjëherë një jetë që njerëz të lutën, uroj me shpirt që të fitoj Kosova, duke bërë lutje, duke pas uratat më të mira, një gjë që realisht besoj se do të mbetet gjatë në mendjen e gjithë secilit prej nesh. Padyshim, të dy kombet ne jemi prej atyre që besojmë në Zot, edhe këtu ishte betejë lutjesh, betejë uratash. Ndoshta ata ishin më shumë Zoti dëgjoj më fort, por neve vazhdimisht na ka prirë mëra dhe na ka prirë fati në çdo temë, në çdo ndeshje të Kosovës. Kësaj radhe duhet të pajtohemi, vetëm një ekip do të shkonte nga kjo ndeshje në kampionatin botror. Turqia aspirante sepse kishte 22 vite mungesë në kampionatin botror, edhe për ata ishte një diçka ose asgjë fare. Pra, ishte gjithçka kjo ndeshje, më thënë më mirë për Turqinë, siç është edhe për neve. Natyrisht se po. Zgjem, tani kur fillojnë këto ushtrimet përgatitjet për Europian? Ato fillojnë pas një vitesh, është një kampanjë e stërgjatur siç ishte kjo e kampionatit botror. Për një vit luajnë ndeshjet e caktuara. Është në anën tjetër edhe Nations League ku janë caktuar kundërshtarët. Kosova dikur tek shtatori apo tetori kthehet prapë tek ndeshjet zyrtare. Do të luajmë sepse jemi kualifikuar në grupin B, fituam atë ndeshje finale ndaj Islandës në Spanjë, isha edhe atëherë në Murcia në Spanjë, pra e bëm një rikthim të hatashëm ka 1-0 në 1-3, kur e dim që Islanda kishte marrë pjesë në kampionatin evropian. Nuk ishte ndeshje as pak të lehtë, po ishte mirë e përgatitur, që aty filloi ajo shpresa e madhe që ne mund të bëjmë diçka mirë edhe në këtë grupin që e kishim. Mos harrojmë, Suedia ishte një prej garueseve që mbeti e fundit në grup. Ishte tani u kualifikuar për kampionatin botror, sepse prej grupeve të Nations League luajti në gjysmëfinale dhe në finale mposhti djem Polonin dhe shkoi në kampionatin. Pra ne atë kombëtare e kishim poshtur 2 herë. Vlera e 3 lojtarëve ishte më e madhe se sa komplet Turqia që ka vlerën 411 miliard. Pra po flasim për Elanga, Isak edhe Gyökeres. Të tre këta aktor kryesor ndërsa njëri i lënduar për Suedin. Pra kemi poshtur 2 herë, nuk mund ta shohim atë pikën e zezë e të themi që e gjithë fleta është e zezë, sepse e gjithë fleta ishte e bardhë dhe e shkëlqyeshme për tartanët ta. Zgjem, uroj se herave të tjera do të flasim për rezultate pozitive, edhe pse edhe kjo sot ishte diçka për t'u krenuar. Të falenderoj shumë për kohën që ndave për të realizuar këtë bisedë bashkë. Shumë faleminderit që më resa për mundësinë.